rasti Sajani është një rast që ai ju dha mundësia të krijonte leadership, dhe ju dha mundësia, sepse nga burgu politik ai përfundoi të bëj një fraksion, po pa ditur platformën dhe organigramën që duhet të paraqeste kantarët, rasti Sajani, ju dha shumë kohë që ai ta bënte gati këtë gjë, dhe në vend që ai të përmirësonte veten e tij, se ishte edhe në burg, se s'kishte ndonjë gjë të madhe në burg, çfarë do bëjë në burg? Ai mund të mante shënime, mund të bënte projekte, mund të bënte gjithçka që ishte në favorin e tij dhe të Partisë Demokratike. Se mos harroni faktin, zoti Sajani ka një ndalesë ligjore që për 5 vite nuk mund të kandidojë. Pra, Bashkimin Evropian 2030. Po, Bashkimi Evropian shko vetë, se Bashkimi Sovjetik do jesh, por gjithsesi. Tani, zoti Sajani duhet të kuptojë që ky pas ka një ndalesë ligjore. Tani ti ke një ndalesë ligjore, ti fuqizo bazën brenda Partisë Demokratike. Ke 5 vite kohë, dhe pse ti në 5 vite kohë shden nga burgu, i dëmtuar politikisht, mirë, dhe futesh në një lojë të gabuar, mirë që futesh, po pa platformë. Pse? Me dalin e zotit Sajani, me parullat, me ato logon e Partisë Demokratike, nuk është se zoti Sajani po bën një bashkim, po bën një goditje brenda PD-s. Ai duhet të dilte me një logo tjetër që përfshinte një fraksioni brenda Partisë Demokratike, pra ne kemi një mendim pak më të moderuar në lidhje me politikën që po bën Partia Demokratike, të ditë me një platformë të qartë çfarë don subjekti ti si fraksion të jetë brenda Partisë Demokratike, të luftojë të qëndrojë po tek Partia Demokratike duke qenë fraksion, mirë, sepse ky njeri ka një ndalesë të rëndë ligjore që vetë ai është krenuar për ligjin e dekriminalizimit. Se ke para të rastin, se këta janë krenuar për budalliqë që ja kanë fut vetës. Tani më ta themi gjë popullore, kupton se kjo është gjë më bukur dhe gjithë më bukur. Po është edhe ironi e fatit se në mos gaboj ishte edhe Sajani që përjashtoi Berishën në 2021, tani e përjashton Berisha. Edhe kjo për dhe shkopi. Ajo me vata, nuk harrova me. Se harrojnë këtë gjëra, kupton, është lajmi i fundit, kupton, harrojnë këtë gjëra. Prandaj e gjitha kjo situatë që ka krijuar është mos ja bë grupën tjetër sepse shkon vetë, sa herë kemi thënë ne këtu. Pra, duhet të kuptosh diçka. Kuptoj që u deve nga bukuria e Lulzim Bashës. Mirë. Nga mashtrimet e politike të zotit Lulzim Basha. Por të mashtrohesh edhe duke qenë burgaxhi dhe duke parë botën e jashtme brenda në mënyrë më të drejtë, duke mbajtur shënime, kjo është e papranueshme. E vetmja gjë që duhet bënte zoti Sajani për mendimin tim ishte fraksioni me Partinë Demokratike, jo krijimi i leadershipit menjëhershëm, në mënyrë graduale, sepse ajo çfarë u pa ishte që shiko, ky individ po bën diçka kundër Partisë Demokratike. Pra, në sy të demokratit të thjesht, të demokratit që kërkon që partia e tij të vinë në pushtet. Prandaj për mua, zoti Sajani, edhe ju mos harroni këtë gjë, e mani mend kur kam thënë tek Euronews Albania që për kë po bën burg zoti Sajani, mos po bë burg zoti Sajani për veten e tij që të marrë Partinë Demokratike, dhe besoj se edhe tek ju e kam thënë në një moment, edhe thjesht të përsëris, që e kam thënë, por shiko, bëje projektin, po mos dështo sepse shkon në mënyrë të nxituar të bësh veprime të gabuara dhe këto nuk janë as pak të mira për jetën politike të një individi që politikisht është futur në burg. Por gjithsesi ai din vetë. Avokat, ajo me Berishën, si u duk ajo e Xhafajt, që futi dhe Xhafaj në mes? Se nuk merrem me ai duket ishte hapja një loje, se kanë kaluar te kode tani, se dhe Sajani tha mbrojmë me zi po pres që të vazhdojmë me tej. Po më
Shiko, unë i uroj zotit Saljani, sepse unë fillimisht thash që ai të krijoj leadership, ai nuk e krijoi leadership, ai u bë njësoj si të tjerët. Prandaj mendimi im është që zoti Saljani të kuptoj mirë vetë qartë çfarë don të bëj dhe mos të bëj veprime të cilët është në dëm të tij dhe sigurisht që i shërbejnë Partisë Socialiste. Prandaj unë them që historia e zotit Saljani ka mbaruar për mua. Zoti Saljani nuk ka shpresë politike në kushtet që jemi momentalisht. Në një moment tjetër do ta shikojmë, por e vërteta është që zoti Saljani nuk ka shpresë në rast se vazhdon me këtë linjë që ka nisur. Për sa i përket një vit para zgjedhjeve për Partinë Socialiste, vendos figura të mëdha në Tiranë për shkak se do të fitojë Bashkinë e Tiranës. Duhet keni parasysh diçka. Zoti Veliaj ka instaluar grupin e tij politik dhe jo vetëm në Bashkinë e Tiranës. Zoti Veliaj ka patur mundësi të bëjë veprime të më të ndryshme në jetën e tij politike sa ka qenë kryetar bashkie. Zoti Rama ka frikë dhe frika është ajo që do të ose më mirë të bëjë një matje të elektoratit të tij politik për Tiranën. Tirana është një zonë elektorale që në të vërtetë është e pastudiuar mirë, pavarësisht se Partia Socialiste ka marrë vazhdimisht vota, sepse Partia Socialiste din elektoratin e vetë dhe di se si ta zgjojë, po ka edhe një elektorat tjetër. Tani për mua nuk quhet edhe gri, po ka një elektorat për gjuhën popullore dhe gjuhën politike dhe elektorat që quhet gri, i cili është një elektorat i cili për mendimin tim po shpërthen brenda vetes. Dhe ajo që do ishte pozitive që partitë politike të bëjnë gjatë zgjedhjeve të 2027-s është që të zgjën shpresën që elektorati i cili nuk ka votuar ose ka votuar në 2025 të marrë një guxim, një vendimarrje që të votojë një kundërshtar të Partisë Socialiste. Pra, mos të votojë Partinë Socialiste, mos të votojë kundërshtar të tjerë, po të votojë një kundërshtar të Partisë Socialiste, që nënkuptohet një kandidat i opozitës së bashkuar që do jetë një person që do të ketë mundësi të përfaqësojë të zhgënjyrit edhe nga Partia Socialiste, edhe nga Partia Demokratike, që në fund fare me marrjen e pushtetit të Bashkisë së Tiranës nga opozita e bashkuar, sigurisht që zoti Rama nuk do të jetë komod për zgjedhjet e ardhshme për shkak se mesazhi është dhënë. Prandaj, mënyra se si përgatitet sot Partia Socialiste tregon patjetër një frikë elektorale, por kërkon që ta përpunoj sa më shpejt që të marri atë që ne themi feedbackun dhe në fund fare të japi një rezultat për veten e saj Partia Socialiste në qeveri, sepse konsumimi i 4 mandateve dhe 3 mandateve radhëzi në Bashkinë e Tiranës, sigurisht që Partia Socialiste do të ketë një përplasje brenda llojit. Avokat, në aspektin ndërkombëtar keni